Një aksident i rënd automobilistik ka ndodhur në aksin rrugor Korçbilisht në afërsitë fshatit Sangonj, ku ka humbur jetën 79 vjeçari Haki Rusi, në fshati Mançurisht dhe ka mbetur i plagosur drejtuesi i mjetit që shkaktoi aksidentin. Burimet siguruara thanë se 79 vjeçari ka qenë duke ardhur me një mjet shërbimit publik nga qyteti Bilishti drejt Korçës dhe është ndalur së bashku me bashkëfshatar të tjerë në kryqëzimin ku ndodhi aksidenti. Sa për shtullur nga mjeti i shërbimit publik, i moshuari ka tentuar të kalojë në krahun tjetër të rrugës ku kishte lënë biçikletën, por kalimi ka qenë fatal për të, pasi është përplasur nga një mjet i benz, duke lënë të vdekur në vend, poshtë një tjetër mjeti të parkuar. Burimet thanë se drejtuesi i mjetit ka qenë duke lëvizur me shpejtësi tej normave të lejuara. Ai sapas goditjes ka vazhduar ecjen për më shumë se 30 metër të tjerë, duke përfunduar në kanalin e anës së rrugës nacionale. Policia ndërkaq po heton shkaqet e këtij aksidenti të rënd. Duhet thënë se kryqëzimet e aksit rrugor nga Bilishti deri te kryqëzimi i Plasës janë kryqëzime me aksidente të shumta me pasojë vdekjen gjatë këtyre viteve.